Lumi Trakanit që përkon disa fshatra të komunës së Gjakovës është mbushur me mbeturina nga më të ndryshmet. Shtrati i lumit është mbushur edhe me goma, mbetje inerte dhe orienditë shtëpive që janë hudhur në të. Vatikan Bushaj, banori Trakaniqit, thotë se janë shqetësuar me gjendjen e lumit, i cili është afër arave të tij. Shumë i shqetësuar me këtë gjendje, to i bojnë bizneset. Bizneset i kanë hudhur goma, kanë hudhur mbeturina, gjitha. Jem shumë shqetësuar fshati, unë to kam tokën, kjo është këtë jemja, tu i kam bagtitin shoj, në kullot tu, nuk jem gjendje me asbarto. Bushaj thotë se ata kanë lajmëruar institucionet për këtë gjendje, por lumi është pastruar në një vend tjetër gjithmonë. Jem folën institucione, po ata lokacioni nuk e kanë ditë mirë, se ata pe morrin ura Trakanesh, po ata po shkojnë pe pastrojnë të ura e Këforit ku kanë ndërtu. A ky lokacion tjetër, ky kanë janë 1000 metra më lart, mund më ardh me pa të ki mban kjo, sa kanë thonë do të vim, po deri sot hala kujo. Ndërsa në kompaninë e mbeturinave Qabrati, kryeshefi ekzekutiv Behar Ferizi u shpreh se kanë pas intervenime të shpeshta në këtë lum, por janë qytetarët ata që hudhin mbeturinat aty. Nuk është hera parë që kompania jonë me ekipet që i kemi në teren pastron atë pjesë, mirë po në qytetarët ata të cilët e ndotin që janë për mendimin janë papërgjeshëm përderisa hudhin mbeturina, edhe kompania ka shërbimin e rregullt. Kështu që jena dalë me ekipet tona, kena pastru atë pjesë. I lusim qytetarët që mos dëgjojnë vende pa vend mbeturina, përderisa ka shportat mbeturinave, kemi shërbim të rregullt, atëherë është e panevojshme me na krijuar si situata. E përveç mbeturinave në brigjet e lumit Trakaniq kundërmon erë dhe derdhen edhe kanalizimet. Përveç që është mbushur me mbeturina të lloj-llojshme, lumi Trakaniq këtu kundërmon një erë e madhe që është e padurueshme. Pra këtu siç përfshihen hudhen edhe kanalizimet e shtëpiave përreth dhe mbeturinat të shumta dhe era këtu e ka bërë vërtet lumin në gjendje të rënduar. E Vatikan Bushaj tha se lumi Trakaniq ka ujë të kthjellët e të bollshëm dhe ai kujton kohët kur përshkonin dhe u freskoheshin gjatë verës në këtë lum.